Përshëndet të gjithëve, sapo jam rikthyer te kjo puna që sapo kemi përfunduar, po bëhet sa testime elektrike. Për gjithë ju që jeni të interesuar, ta shikoni si ka qenë shtëpia më përpara dhe si duket tani. Videon e keni në kanalin tonë YouTube. Përshë që tregoj diçka sot. Kemi këtë sobën, këtu kam instaluar këtë sobën dhe vetëm një mënyrë për ta instaluar, ose që ta dish që si punon ose kështu, të duhet një tenxhere, sepse pa tenxhere kjo nuk punon. E kupton? Domethënë nuk ndizet kështu, po nuk punon vatra. Tash për me instalu këtë, kam marrë këtë tigane si tenxhere, e kam mbushur me ujë pak. Sa për provë. Dhe tash do vendosim diku. Ta vendosim këtu më shumë. Okej, vendesim. Se shikon. Dhe vatra shtes. Dhe kjo fillon të punojë. Në momentin që e shkëposim, kjo ndalon, vendosim të vatra tjetër, aktivizohet tjetra, ndezim, edhe kjo është në rregull. Kjo është vetëm mënyrë që ta testosh këtë sobën, domethënë punon apo s'punon. Ndryshe, nuk ke mundësi. Edhe tenxheria duhet të jetë tip magnet, domethënë fundi të jetë me magnet. Ndryshe nuk bën. Kjo është domethënë një pjesë nga puna që kam përfunduar në përgjithësi në kuzhinë. Në komplet çelësat e kuzhinave e bëj kështu. Domethënë që ose ti do me fik sobën, e fik diku aty, nuk ka nevojë nxjerrësh sobën jashtë ose frigoriferin ose si të them, domethënë të washing machine ose lavapiacën ose. Ju përshëndes.